Vuani nga gazdra dhe fryrja e barkut, ja çfarë tregon kjo për shëndetin. Jeni alergjik në qumësht. Gazdrat e stomakut janë një mënyrë e trupit për të sinjalizuar intolerancën ndaj glutenit, gjerësisht produkteve ushqimore. Keni nevojë për baktere të mira. Hani ushqime të cilat janë të shëndetshme për mikrobimet. Që të dyja, probiotikët dhe prebiotikët, mbajnë të lumtura bakteret e trupit tuaj. Hani shumë shpejt. Nuk janë vetëm ushqimet ato të cilat fusin ajër në traktin tuaj digestiv. Ngrënia e shpejtë, përtypja e çamçakëzi dhe pirja e duhanit mundet të shkaktojë probleme. Mund të keni probleme të tjera. Nëse keni diarre, dhimbje barku, dallime në jashtëqitje apo humbje të peshës, është ide e mirë që të shkoni tek mjeku. Zgjidhni gjithmonë ushqimet e gabuara. Për shembull, fasulet janë të njohura për shkaktimin e gazdrave, por perime si brokoli, lule lakra dhe lakër brukseli mund të shkaktojnë fryrje dhe gazdra stomaku.